Me trajnerin e Gramshit, Raman Allaçi, një fitore ndoshta e pa parashikuar, urime për fitoren në radhë parë. Faleminderit, po mundohemi të ndërtojmë një skuadër pretendente. Kuptohet është viti i dytë, Vllaznia ka shumë vite që ka ndërtuar një borsë në skuadër. Një skuadër që kuptohet është për të mundur, sepse Vllaznia ka vite që fiton trofe. Ka një skuadër shumë serioze, ne po mundohemi her pas here që të marrim disa lojtarë dhe të përshtaten me sistemin e lojës që ne kërkojmë. Mendoj që lojtarët që kanë ardhur janë përshtatur mirë me pjesën tjetër të grupit. Kemi ndjerë edhe në her pas here disa shqetësime, sepse nuk na vjen mirë që jemi larguar nga Kupa e Shqipërisë. Po mundohemi të bëjmë maksimumin në kampionat, sepse na ka ngelur vetëm kampionati. Ndeshja ishte shumë e vlerësuar me Vllaznin, sepse e dinim se çfarë kundërshtari kemi përballë. Mbi gjitha me një stadium mjaft bukur që të lejon të shprehesh komplet cilësitë që ke. Më bëhet çefi për skuadrën, sepse skuadra edhe mbasi morëm një gol, nuk u drejtuam, më pas morëm edhe penalltin. Ishte një moment delikat dhe shumë i vështirë, por që gjetën forca për të ngritur dhe arritëm të bënim atë që bëm për të marrë një fitore që do ta quhet jashtëzakonshme, pasi u tregoi një karakter shumë i madh nga gocat. Allaçi, vjen mirë që i shkaktori humbin e parë Vllaznisë pas 12 vitesh? Po, jam kuptuar, nuk është se kam qenë shumë afër futbollit femrave dhe jam informuar që Vllaznia është shumë e vështirë për të mundur dhe edhe sot po ta shikojmë vetëm të bësh një ndeshje, një mrekulli që të mundesh të skuadrës, sepse kuptohet lishmëria që kanë lojtarët e Vllaznisë, sepse është normale që të fitosh trofe nga viti në vit dhe kuptohet ato ka një lishmëri tjetër, kuptohet ne duam me patjetër që të ngjitemi sa më lart, por do të shikojmë gjërat hap pas hapi. Profesor, sa mendonin si keni dhënë ju kësaj skuadre duke pas parasysh përvojën tuaj të madhe si futbollist dhe si trajner? Në fakt kam qenë me dy mendje në fillim për të ofruar, por më pas duke parë që kryetari i bashkisë ka bërë një investim goxha të mirë, ka krijuar disa kushte mjaft të mira dhe qoftë ambientet e stërvitjes, e mendova mjaft mirë për të filluar për këtë eksperiencë. Pasi në fund të fundit është një punë për mua, kështu që unë nuk mundem të refuzoj. Ndoshta dikush mund të mendojë që kam bërë një hap ndryshe, por nuk mund ta quaj një hap ndryshe sepse edhe tek femrat luhet futboll. Mos harrojmë që futbolli tek femrat nga viti në vit mendoj që do ketë rivalitete, por rregullohet. Janë disa skuadra tashmë që është Gramshi, është Partizani, është Apollonia, është Vllaznia, kështu që uroj të shpresoj që të jenë skuadrat e tjera dhe të bëhet një kampionat sa më dinjitos. Faleminderit profesor. Gjithë mirë.